Një aksident tragjik me pasojë vdekje ndodhi pas ditën e së mërkurës në aksin rrugor Fier Sema në vendin e njohur si Ferm Çlirim. Nga përplasja e fortë mes një automjeti dhe një biçiklete humbi jetën një 65 vjeçar. Sipas informacioneve paraprake, viktima ishte duke lëvizur me biçikletë në momentin kur u godit nga automjeti. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme, 65 vjeçari nuk mundi të mbijetonte. Ndërsa drejtuesi i mjetit humbi kontrollin e automjetit që përfundoi në kanalin anësor të rrugës. Ndërkohë, një tjetër aksident ndodhi në aksin Tepelen Krahas në vendin e quajtur Iliras, ku dëmtime pësuan 8 persona. Automjeti i drejtuar nga shtetasi indian, 27 vjeçar u përplas me një mjet tjetër që drejtoi nga një 42 vjeçare nga Tirana. Të plagosurit u transportuan në spitalin rajonal të Gjirokastrës për ndihmë mjekësore. Ndërsa drejtuesi i mjetit 27 vjeçar u dërgua në Tiranë për trajtim më të specializuar, ndërsa ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, në bypassin Orikun Vlorë pranë fshatit Tragjas, një automjet përplasi një tufë me bagëti dhe çobanin që ndodhej në fund të kopes. 35 vjeçari ndodhet në spitalin rajonal të Vlorës për shkak të dëmtimeve të marra.